Lideri i lidhjes shqiptare Ziadin Sela përmes një konference për shtyp në Kuvend ka njoftuar se kanë dorëzuar amandamente dhe do të bllokojnë kodin zgjedhor nëse diasporës nuk i lejohet që në mënyrë elektronike ose me postë të votojë edhe në zgjedhjet lokale. Sela tha se VMRO-ja synon që të përjashtojë diasporën nga zgjedhjet lokale që të mos ketë ndikim në komunat e rëndësishme shqiptare si Kërçova, Brvenica dhe Buteli. Votimi i diasporës vetëm për njësinë e diasporës në formë elektronike, ka për qëllim që diasporën ta mbajë larg. Ka për qëllim që ta izolojë, ndërkohë që ne jemi për votimin edhe për parlamentare të diasporës në formë elektronike, por për njësi zgjedhore këtu brenda, këtu në Maqedoninë e Veriut. Apo. Ne kemi bllokuar këtë komision me amandamente që kemi bërë, jo për të njëjta qëllime që ka bllokuar LSDM-ja dhe Levica, po për qëllim tjetër. LSDM-ja dhe Levica janë që të mos i lejohet diasporës që të votojë në formë elektronike, ndërsa ne mbajmë qëndrimin dhe mbrojmë qëndrimin dhe për këtë nuk tolerojmë, është që diasporës t'i mundsohet që të votojë në mënyrë elektronike edhe për zgjedhje presidenciale, edhe për zgjedhje parlamentare, edhe për zgjedhje lokale. Është mos mirënjohëse nga çdo aktor politik që të paktën një herë ka bërë thirrje që të mobilizohet diaspora që të vijë dhe të votojë për zgjedhjet lokale, që në këtë moment ta përjashtojë diasporën nga votimi për zgjedhje lokale. Dhe kemi parasysh, kur e them këtë, i përfshi gjithë aktorët politik shqiptar të bllokut shqiptar. Apo. VMRO-ja do ta mbajë larg diasporën nga zgjedhjet lokale për shkak se don që ta rifitojë përsëri Kërçovën në zgjedhjet e ardhshme. VMRO-ja do ta mbajë larg diasporën nga zgjedhjet lokale sepse don që Brvenicën përsëri ta fitojë tani kur do të përsëritën zgjedhjet. VMRO-ja do ta mbajë diasporën larg zgjedhjeve lokale në formë elektronike për shkak se don ta rifitojë përsëri Buteli e shumë komuna të tjera. Unë nuk e kuptoj se me shtë drejt BDI-ja dhe Vleni do i drejtohen diasporës që të vinë të votojnë kur veprojnë pas planit të VMRO DPMN-s. Ju bëj thirrje nëpërmjet kësaj preskonference që gjithë aktorët politik shqiptar të bashkohen te ideja e lidhjes shqiptare për votimin e diasporës pa e hequr edhe nga zgjedhjet lokale